Ja ejuhalladhina amanu, o ju besimtar, o besim drejt. Emni bukur, ftes e bukur, nga i bukuri, nga i mëshirshmi, nga Allahu dhul Gjelal, në porosit me ata e cila është e dobishme për ne. Ja ejuhalladhina amanu, o ju të cilit keni besu, udhkurullaha dhikran këthira, përmendje Allahun me të madhe, shumë përmendje. Pra përmendje Allahun sa të keni mundësi. Fatmirësisht, o vëllezër të dashur, që të përmendish Allahun dhul Gjelal, nuk e ki pa tjetër t'jesh në xhami. Përmendje Allahun sa të keni mundësi, do më thonë shumë. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dhe bënje të spi ata, mëngjes e mramje, jo vetëm mëngjes e mramje, po do në thot ditën edhe natën, sa të keni mundësi. Dhe fatmirësisht, që për ta përmend Allahun dhul Gjelal, nuk e ki pa tjetër të kesh abdes, nuk e ki pa tjetër të kthehesh ka kiblja, nuk e ki pa tjetër të alosh punën të ndalesh, sikur kur e fal namazin duhesh me e bon punën me ndale dhe me u drejtu ka kibla dhe me u fal. Jo, dhikri ndrysh është.